Ka njerëz që nuk I takojnë vetëm një familje, as vetëm një fshati apo një qyteti. Ata I takojnë një kombi. Ata nuk janë vetëm bij të prindërve të tyre, por bij të historisë. Një nga këta është Mullai Jakub Asipi, dietari që dekadët e fundit e njohën si shqiptarin më të ditur, si minaren e gjallë të fesë dhe të kombit. Dituria që nuk ishte vetëm për libra. Mullai Jakupi nuk e pa kur diturinë si zbukurim. Për të, dia ishte përgjegjësi, ishte amanet. Ai e mësonte Kuranin jo vetëm me fjalë, por edhe me zemër. E shpjegonte hadithin jo vetëm me gojë, por me shembull. Ai e dinte se nxënësit nuk e mësonin vetëm nga librat e tij, por nga mënyra si ecste, si fliste, si përulej, si lutej. Ai e jetoi dijen si një burr I madh I fesë, por dhe si një shqiptar I palëkundur. Dhe ky kombinim I bënte hutbet e tij zjarre dritë njëkohësisht. Zjarr për padrejtësitë, dritë për ata që kërkonin udhëzim. Zemër e butë, shtyllë e fort. Mullai Jakupi ishte I butë si drita e sabahut, por I fort si mali I Karadakut. Kur këshillonte, zemrat qanin. Kur fliste për Allahun, shpirtrat ndizeshin. Kur paralemronte padrejtësitë, askush nuk guxonte të tallej me fjalën e tij. Ai nuk ishte thjesht një hoxh, ai ishte shpirti një epoke. Ai ishte ura mes fesë dhe kombit. Ai ishte minare që ndriçonte nga larg. Breza që morën amanetin. Nga dorë e tij dolën imam, hoxhallar, përjes shpirtëror. Ata nuk mësuan vetëm shkronjat e Kuranit, por mësuan se si duhet të jetë një burr, me kokën lart si shqiptar dhe me ballë në sexhade si musliman. Ai e mësoi popullin se burrëria nuk është vetëm pushk, por dhe moral. Nuk është vetëm fjalë, por dhe bes. Nuk është vetëm der, por dhe lutje. Figura krahasimore. Ashtu si Omeri radiallahu anhu, që dridhej nga frika e Allahut, edhe Mullai Jakupi e kishte çdo hap të matur me ndjenjën e përgjegjësisë. Ashtu si Bilali radiallahu anhu që thriste ezanin me lot, edhe ai thriste nxënësit me zë që vinte nga thellësia e zemrës. Ashtu si Ebu Bekri radiallahu anhu që dha gjithçka për fen, edhe Mullai Jakupi dha çdo ditë, çdo frym, çdo orë të jetës së tij për ta mbajtur gjallë fen në mesin e shqiptarëve. Shembulli I sotëm, ura me kohën. Sot, kur kujtojmë Mullai Jakub Asipin, nuk kujtojmë vetëm një njeri, por një epokë. Ai ishte një Ebu Bekër I kombit shqiptar, një burr që nuk u lodh kurrë së dhëni, një burr që nuk e përdori dijen për lavdi, por për shërbim. Edhe sot, çdo herë që përmendet bamirësia, çdo herë që shohim Alil Kastratin duke u kujdesur për jetimët, është si një jehon e mësimeve të Mullai Jakubit. Dia pa vepra është e thatë. Vepra pa drejtësi është e errët. Vetëm kur bashkohen, lind dritë. Mbyllja e kapitullit. Mullai Jakupi nuk u largua me vdekjen. Ai është ende këtu, në çdo hutbe që dëgjohet, në çdo nxënës që ngre dorën për dua, në çdo zemër shqiptari që e di se Islami është dritë, besa është nder dhe kombi është amanet. Ai ishte dritë e diturisë shqiptare, shtyllë e moralit, burimi I urtësisë. Edhe kombi ynë do ta kujtoj gjithmonë si dietarin më të madh që njohu dekadat e fundit.